është sensacioni këtyre zgjedhjeve? Kjo është sensacioni këtyre zgjedhjeve, është jashtëzakonshme se koncentrimi i, ta themi kështu, kryesisë edhe faktorëve të rëndësishëm politik të PDK-s ka qenë Drenasi fillimisht edhe Mitrovica sekundarisht. Prandaj kjo fitore e Ramiz Ladrovsit me gjithë ato audio-inqizimet po duket kështu në gjuhën popullore që s'ja kalon shej Ramiz Ladrovsit. Ramiz Baba po dëgjohet aty. Ka ndërtu ndoshta edhe në këtë polarizimin mes Sami Babës edhe Ramiz Babës, edhe këtu e ka marrë këtë personale zoti Ladrovsi edhe siç po duket këtë fitore e ka revërtetu ato që ka ndodhur edhe para 4 viteve kur Ramiz Ladrovsi e fitoi për PDK-n, e PDK-ja në fakt e ka bënë kesh llogaritje se ka menduar që edhe me dadënraz viç me qit në llogot PDK se fiton. E pidel që jo. Prandaj është rënditja më e madhe për PDK-n Drenasi. Meso është prit vllëki, është prit. Nuk është prit. Mendoj që s'është prit. Jo, s'është prit. Jo, s'është prit. Ka prit se paku 30% me mri zoti Ladrovsi, por sigurisht që fitoria më domethënëse politike në Nga 57.000 vota, 5.000 janë votuar në Drenas deri më tash.